atje ku dy të rinj janë gjetur të vdekur në një vilë në rrugën e Këforit. I shqetësuar për mos reagim në të rinjeve, trupat e tyre i ka gjetur brenda ambienteve menaxheri i vilave. Detajet e kësaj çështje të dyshimt i diskutojmë në këtë blok të parë, ku të ftuar në një lidhje direkte kemi zëdhënësin e prokurorisë së PE, zotri Shkodran Nikshi. Zotri Nikshi, përshëndetje, kënaqësi të kemi në Kosova Today. Gjithashtu, pjesë e këtij diskutimi do të jetë edhe juristja Femie Gashi, e cila na nderon me prezencën e saj, si dhe kolegu jon Ardian Gaxherri, i cili detajet e këtij rasti na i sjell në studio. Kënaqësi të kemi në studio dhe kënaqësi që ju kemi në lidhje direkte paneli. Po e nisim direkt me Shkodranin për të kuptuar të gjitha detajet që tashmë i posedon prokuroria themelore në PE. Atëherë përshëndetje për ju në studio, Jermona Akran dhe Ardian. Si deri me të raportuar këtë çështje, është njoftuar policia e Kosovës, ku më pas të njëjtit kanë ndonë në ngjarjes. Ku kanë raportuar se janë dy trupat pa jetë, këtë rast një mashkull dhe një femër. Me pas është njoftuar edhe prokurori i krimeve të rënda në departamentin e prokurorisë themelore të PE-s, ku për ta trajtuar këtë çështje me seriozitet ka dalë edhe kryeprokuroria në vendin e ngjarjes, hetimet rajonale, krim teknika dhe njëkohësisht gjitha anësit relevante. Në vendin e ngjarjes janë siguruar prova të cilat do të shërbejnë për veprimet e mëtutjeshme dhe njëkohësisht personeli i këtij moteli janë identifikuar si dëshmitar të mundshëm për të kuptuar më shumë informata. Trupat e pajet janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për të bërë obdukimi, ndërkaq jemi në pritje të rezultateve preliminare të veprimeve hetimore dhe njëkohësisht të raportit të autopsisë për të ndërmarrë veprimet e mëtutjeshme ligjore konform dispozitave të parapara me kodin e procedurës penale dhe njëkohësisht në koordinim të plot me policinë e Kosovës. Zotri Nikshi, mbase edhe nuk ju kam dëgjuar mirë, por cilat janë dyshimet e para realisht? Po trajtohet ende rasti si një vdekje dyshimt, apo ka prova që janë gjetur që na bëjnë të mendojnë se mund të ketë ndodhur edhe diçka tjetër? Është duke u trajtuar si vdekje dyshimt për shkak të rrethanave, për shkak se kemi dy viktima. Siç e potencova, janë siguruar prova, janë dërguar trupat e pajet për të bërë autopsia. Besoj që raporti i autopsisë do të tregojë rrethpaqeve të vdekjes dhe kjo do të sjellë rrugë për procesin hetimor. Dhe të kuptojmë rrethanat më shumë nga provat e grumbulluara në vendin e ngjarjes, siç janë sekuestrimi i kamerave dhe njëkohësisht i telefonave me skas. Do të kuptojmë më shumë rreth këtij procesi hetimor dhe do të zbardhen rrethanat e vdekjes së dy të rinjve në këtë rast. Pam edhe në media raportime pra se çifti në fjalë kishin hyrë një natë më herët në vilë, në total sa orë mund të kenë qëndruar brenda deri në raportimin e rastit? Kanë qëndruar në disa orë të konsiderueshme, derisa personeli i hotelit ka shkuar për të kërkuar pagesën apo të kërkuar të lirohet vila, për shkak se ju ka kaluar afati kohor, mirë po nuk është përgjigjur askush, me pas personeli ka ftuar menaxherin i cili ka hyrë brenda dhe ka pasur se ka dyshime se të njëjtit nuk përgjigjen dhe menjëherë ka ftuar policinë e Kosovës. Policia menjëherë është përgjigjur vendin e ngjarjes, ku ka mjeku kujdestare ka konstatuar vdekjen e dy të rinjve. Me pas ka dalë prokuroria e krimeve të rënda, po ashtu edhe kryeprokuroria dhe gjitha njësitë relevante policore, ku në fund mjekësia ligjore ka tërhequr trupat e pajet, për shkak se kemi disa raste të cilat do t'ju bëhet obdukimi nga mjekësia ligjore gjatë 24 orëve të fundit, në tyre janë edhe dy viktimat e këtij rasti. Ne presim raportin preliminar nga mjeku ligjor për të kuptuar shkaqet e vdekjes së tyre. Dhe besoj nga provat e grumbulluara dëshmitarët dhe raporti preliminar i autopsisë do të hapen rrugë të zbardhjes së vdekjes së këtyre dy të rinj. Por zotri Nikshi, ajo që na intereson të dimë është nëse në mesin e provave janë adresuar edhe prova që tregojnë se ka pasur dhunë apo diçka e ngjashme. Nuk ka elemente të dhunës në vendin e ngjarjes, nuk ka armë, nuk ka shenja dhune. Ajo është konstatuar edhe nga prokurori i shtetit i cili ka qenë në vendin e ngjarjes, nga kryeprokuroria dhe nga zyrtarët policorë të cilët janë përgjigjur menjëherë vendit të ngjarjes. Mirë po, për të sqaruar gjitha dyshimet dhe për të kuptuar shkaqet e vdekjes së tyre janë duke ndërmarrë intensivisht gjitha veprimet e nevojshme, të cilat
do të sqarojnë rrethanat e vdekjes së tyre. A janë përjashtuar nga pistat e hetimit opsione si asfiksi nga ndonjë ndezje zjarri apo ndonjë mënyrë për të ngrohur brenda apo edhe përdorimi ndonjë substance? Nuk mund të paraqitojmë asgjë deri këtë fazë, është pas shumë e hershme. Ne si prokurori shprehim ngushëllime familjarëve për shkak se kanë humbur familjarët e tyre, mirë po zotohemi se do t'i ndërmarrin të gjitha veprimet bashkë me Policinë e Kosovës dhe të gjitha institucionet tjera relevante në mënyrë që të zbardhet arsyeja dhe shkaqet e vdekjes së tyre. Mirë atër Zudrinikshi, faleminderit shumë që jeni mbase mendoj se një prej punëtorëve më të përgjegjshëm shtetëror, faleminderit shumë që jeni gjithmonë i gatshëm të na japni detajet nga rastet të tilla të cilat ndodhen në regionin të cilët ju i përkesni. Shpresojmë që vërtet atë është zbardhur sa më shpejt dhe urojmë që në të ardhmen të diskutojmë për çështje më pozitive së bashku. Shpresoj shumë, faleminderit për vlerësimin kran, urinë në vit i ri dhe ju përgëzoj për një punë dinamike dhe njëkohësisht që përgëzoj këtë efsori edhe në vitin e ardhshëm. Shkodran, duke qenë se ne punojmë në bazë auditore, gjithashtu ne punojmë në bazë auditore me të gjitha institucionet e Kosovës, a më do të them në lidhje direkte se ju jeni një prej punëtorëve më të përgjegjshëm të shtetit dhe jeni i vetmi që e keni telefonin gjithmonë hapur për ta kryer detyrën tuaj. Shpresoj të shërbeni edhe si shembull për të gjithë punëtorët të cilët e kanë të njëjtën pozicion si ju, andaj nuk është keq të themi faleminderit shumë që jeni njëshin në punën tuaj. Ne kam obligim edhe paguam për këtë çështje, kështu që faleminderit shumë për vlerësimin. Faleminderit. Me vitin e ri, si shok që të kam që jemi rrit bashk, që jemi ngrit bashk, po mbohet qefi që këtë vit të vështirë po e përcjellim bashk, me njerëz me cilët jam ngrit me kronin e me jehonën dhe po ashtu me ty një njeri me cilin jam rrit, kështu që të urej çdo të mirë. Faleminderit shumë shoku im, gjithë urinë e vitit të ri, me ty Ardan besoj se jemi edhe gjatë këtij vitit edhe vitit të ardhshëm. Faleminderit edhe një herë Shkodran nga zemra për gjithë punën që bën, punë të mbar. Faleminderit shumë Shkodranit, por gjithashtu një falënderim special edhe për zonjën Femije Gashi Pytyqi, e cila sot ndonse e griposur. Faleminderit që gjithmonë je gatshme të jesh me ne, të trajtosh me ne çështje që lidhen natyrisht me punën tënde. Zonjë Femije, atëherë një situatë që natyrisht nuk kemi shumë të dhëna, ndonse pra siç e tha dhe Shkodrani, rasti po hetohet një ngjarje tresht për të dy familjet e përfshira këtu. Po, Jehuna do të dëshiraja që bashkë me juve, me këtë emision që ka pas shumë shikueshmëri dhe interes edhe në Kosovë dhe jashtë saj, ta përmbyllnim së bashku me lajme të mira. Mirë po për fatin e keq, edhe sot, edhe gjatë gjithë vitin, u karakterizu shumë, do me thanën, shumë raste tragjike në Kosovë, qoftë me vrasje, qoftë me personat e pretenduar se kanë kryer vetë vrasje. Mirë po kjo e fundit, do me thanë, është një situatë që i ka të rëndit besoj gjithë opinionin e Kosovës për arsye se kem të bëjmë humbjen e jetës së dy të rinjve, vajza 20 vjeçare dhe djali 25 vjeçar. E përgëzoj Shkodran Nikçin, i cili do me thanë si zëdhën si prokuriste Melore në Pej, ishte tejet i matur, tejet profesional, dhe do me thanë ishte i matur në deklarimet e tyre, në ti, mirë po në pyetjen tënde që ja bone jona, do me thanë mos ka pas mundësi asfiksia, për shkak se në praktikën gjyqësore, ka ndodhur kemi raste, do me thanë që njohëm nga literatura që kanë vdekur të rinjët si pasojë asfiksis, kur kanë në vetur. Pra, lirimit të dioksidit karbonit, të zëmë. Kemi pas raste, kemi mësuar në studime, apo, do me thonë, për të mos i një dhosur, po edhe mendja shkon, do me thonë, eventualisht e ndonjë përdorim, i ndonjë substance mirë, po zoti Nikçi i përjashtoi këto rrethana për arsye se po të kishte ndonjë substancë e cila i përdoret, sigurisht do ta lënte ndonjë provë atë. E çështja është shumë e rëndë për familjen për gjithë, të cilëve natyrisht edhe unë shpreh ngushëllime, për arsye se zoti Nikçi tha që mjekësia ligjore pasi që ta kryejnë obduksionin do ta kemi një raport preliminar, mirë po siç e kam përmend edhe në emisionet tjera jona, pasi që mediat sidomos nguten edhe thojnë edhe mjekësia ligjore, do me thonën mendimin mirë po autopsia plot që e vërteton do me thonë shkakun e vdekjes, këto zakonisht vënohen shumë. Madje kur dyshohet që eventualisht të bëhen edhe analiza toksikologjike, këto deri më tani me sa jam DNI kanë çu jashtë shtetit,
tash nuk di, më duket kanë marrë aparatur, vënohen shumë. Megjithatë, unë besoj në punën e policisë të PE-s, në punën e prokurisë, edhe unë besoj që këtë rast, përmes televizionit juaj, t'i bojmë thirrje të gjithë atyre të cilët i ka njohur këta dy të rinj, çfarë do informate që të kenë, edhe nëse duket e një rëndësie shumë të vogël, është shumë e një rëndësie të madh për organet e ndjekjes. Përfshi edhe stafin, për shkak se tash me qenë se këto villat janë ku preferohen që të shkojnë njerëzit ta kenë pak privatsin, nuk pe di sa ka kamera aty brenda çka ka ndodhur. Këto jam e rezervume, domethënë, nuk besoj që ka kamera, mirë po. Por në çfarë, zonja Fëmijë, ne e dim profesionalizmin tuaj dhe ne e dim se jo e kurseni veten prej aludimeve të ndryshme. Por realisht në këtë moment duke marrë parasysh se ju keni një eksperiencë disa dekadëshe, madje keni eksperiencën edhe të terrenit që shumë pak e kanë, pra në çfarë ju shkon mendja në këtë rast? Në çfarë? Sepse ju keni shërbyer edhe si antare e policisë së Kosovës, madje nëse nuk gaboj keni qenë gruaja e parë policie në Kosovë. Kështu që realisht edhe pjesë e policisë, edhe zëdhënës e policisë, edhe tani më veç është viti 20 që jam avokat. Dhe duke marrë parasysh këtu 2 dekada pune, 3 dekada pune në fakt, çfarë ju aludon? Çfarë ju bën të mendoni? Unë dyshoj që mund të jetë implikuar pala tret, kushdo që të është, për arsye nga deklaratat të cilin e dha Shkodran Nikçi, i cili tha, do me thane, përjashtoj këtë çështjen e asfiksisë, e përjashtoj çështjen e përdorimit substancave, sepse është e pamundur pa me ndonjë provë nëse është përdor, kështu që do me thane timi do të më shku më që. Dhe tani duke u mbështetur gjithmonë duke besuar në eksperiencën tuaj, dua të pyes në qoftë se ka pas një palë të tretë, mendoni ju se do t'ju i ky detaj organeve të rendit në vendin tonë nga ky rast? Nuk besoj, unë kam besim në organet e drejtësisë, do me thane dini sidomos kohëve të fundit janë shumë ekspeditiv, përmendi edhe zoti Nikçi, për edhe në raste tjera të vrasjes në të cilat unë jam, do me thane, palë në procedurë, tani më, do me thane, ai verdi gjarjes ato orët e para janë tepër të rëndësishme në orientimin e çështjes penale, mirë po në këtë drejtim nuk mund t'ja bëj një pyetje Shkodranit, familja këtyne 2 të rinjve, a kanë lajmëru policinë eventualisht për mungesën e këtyne në shtëpi? Në dy a kanë qenë në të njoftuar se fëmijët e tyre kanë qenë në një lidhje, me qenë se kjo është një lidhje zakonshme, do me thonë është një lidhje 2 të rinjve, 20-25 për dallim që po ndodh kohëve të fundit o bëko gjatë trend, për fatin e keq e të moshuarve, të cilët po përfundojnë për motelet të tilla, apo për në villat të tilla, mirë po këtu kanë qenë të rritë, kështu që janë familjet, janë mesht, janë shokët, është rrethi i cili duhet ta ndihmoj, jo vetëm këtë rast. Po me gjas Zona Fëmijë nuk ka pasur një alarm nga familjarët për faktin se sa dëgjuam edhe zotrin Nikçi, ishte menaxherja që shkoi në dhomë për t'i kërkuar se ta lironin dhomën. Por do të themi ju Zonja Fëmijë më një herë, dua të kaloj tek kriminologja që na ka ndëruar sot me prezencën e saj zonja Dita Makasçi. Mirë se vjeni zonja Makasçi, kënaqësi t'ju kemi në program. E dëgjuat besoj edhe Shkodranin edhe avokatën Fëmijë, çka janë ndryshimet tuaja në këtë moment? Përshëndetje të gjithëve, spori ngushëllime familjes të rinjve. Mua më vjen shumë keq që një rast i tillë ka ndodhur nëpër këto vende të mbyllura, të cilat quhen private. Në aspektin kriminologjik, këto ambiente private të mbyllura, pa mbikëqyrje institucionale dhe të paregjistruara, të palicencuara, të pa regjistra të qarta të hyrjeve të daljeve, pa kontrollim të kamerave, dhe pa regjistrimin e mysafirave të cilët janë aty, konsiderohen si hapësira me rrezik të lartë për zhvillimin e këtyre sjelljeve devijante apo kriminale. A është ky vendi që ka ndodhur, keni informacione se i njëjti nuk ka një licencë apo po thonin në përgjithësi duke ditur natyrën e këtyre bizneseve? Nuk kam një informatë të saktë, mirë po në përgjithësi po e them që janë zakonisht vende të cilat janë të palicencuara apo të pa kontrolluara nga organet, institucionet apo inspektorati, dhe nuk kanë të qartë hyrje dalje, sa kam informat
tërthorazi e di që nuk merren letë njoftimet, nuk identifikojnë persona të cilët bëjnë hyrje në ato vende. Kështu që edhe në këtë rast, ku kemi një rast të tillë, është me të vërtetë shumë vështirë të identifikohet ndoshta hyrjet e daljet të personave. Nga ajo që po kuptoj nga ju, zonja Makas, që është fakti që mbase mund të ketë hyrë me tallë një person i tretë dhe nuk është evidentuar, sepse Absolut. Okej. Absolut, dhe po du më ndërlidhë këtu me zonjën e cila paraprakisht na dha këtë dyshim për personin e tretë, ku është me shumë gjasa mund të jetë përfshirë një person, sepse për them prapë që ne nuk dim se kush ka hyrë dhe kush ka dalë prej atij vendit, nëse jemi të folë për një villa apo një qëndrim ditor në të cilën nuk identifikohen zakonisht personat të cilët bëjnë hyrje. Po them edhe një herë që këto villat me qëndrim ditor, sidomos ato që funksionojnë pa licencim dhe kontrollim të rregull, krijojnë anonimitet të plotë dhe shkëputje nga çdo formë mbështesje sociale, edhe në situatat emergjente, qoftë këto shëndetësore, që kishte mujt aty me qenë një problem shëndetësor të këta persona, qoftë psikologjike apo e dhëndshme, mbetjet e padukshme për orë të tëra, ndoshta përgjatë një dite, edhe mund të rezultoj pastaj me fatalitet. Kështu që dyshimet e mia, çfarë ka mundur me ndodhë brenda kësaj ville janë të shumta. Mirë po, ato kanë mujt me qenë një incident aksidental, kanë mujt me qenë përdorimi substancave narkotike apo të alkoolit, ka mujt me qenë një konflikt i eskalum prej personave të cilët kanë qenë brenda atij objekti. Por nuk shfaqen shenja dhune, të paktën nga ajo të cilën raportoi zëdhënësi i prokurorisë zotrin Nikshi. Ronja, mund ta plotësoj Patjetër zonja Femije, patjetër jemi në bashkëbisedim, mbase edhe për disa detaje tjera shtesët na flasë dhe gazherën të ardhmen. Meqense bashkëbisedusja që ka kriminologe, më sa kuptova, edhe shumë mire potencoj këto, ndoshta kjo është edhe një alarm për institucionet kompetente që ti kontrollojnë këto, sepse nuk ka rasti parë ku ka ndodhur tragjedit, edhe një rast e kem ku ende është në procedurë timore, ka bo vetë vrasje një femër apo nuk ka bërë, do me thonë kjo është për tu alarmu, për shkak se aty janë në kushte anonimiteti plotësisht, edhe unë edhe në fillim thash që besoj që nuk funksionojnë kamerat për të pa, sepse në literaturën kriminologjike njihet shpeshherë kjo ngulfatja, nëse përflasim me kon persona të tretë, ngulfatja me jastek, të cilën autopsia mund ta konstatoj më vonë, po edhe ajo është domethënë që nuk janë gjurmë. E ka një ngulfatje sikur të vdes njëri në natyrore. Ma kujtoi kjo zonja, mirë po prapse përmes emisionit juaj bëj apel si qytetare e Republikës të Kosovës. Kushdo që din çdo detaj për ata dy të rinj, që të lajmërohen në kushte anonimiteti, për shkak se kemi edhe dëshmitar shpeshherë, do me thonë anonim, që i lejon kodi procedurës, qoftë edhe dëshmitarët bashkëpunues, nëse eventualisht dikush ka mund t'i dhe jep ndihmë apo diçka që ta ndriçoj dhe ta, sepse përveç humbjes të jetës, që është e tmerrshme në 20 vjeçare, 25 vjeçare, po kjo brenga, do me thonë, se si ka vdekje është e tmerrshme. Sakt, me drejt tani. Gaxheri, ti vjen edhe nga ai rajon, në base mund nga flasësh edhe për biznesin cilën ka ndodhur ngjarja, ka një licencë, çfarë terreni është ai e gjithçka tjetër? Faktikisht nuk kam detaje se a ka licencë apo jo ai biznes, por besoj që ka licencë derisa është një motel me disa dhoma, por ajo që ngriti si çështje kriminologja me apo pa dashje është puna e evidentimit të personave të cilët futen në një vend për të fjetur. Nuk ka hotel as motel në botën perëndimore të zhvilluar, i cili nuk evidenton ata persona. Dhe prandaj besoj që duhet të jetë bazë ligjore në mënyrë që ata njerëz të cilët futen në hotel ose motel të jenë të evidentuar, sepse ne jemi të vetëdijshëm dhe shohim çdo ditë që këto motele janë vetëm për gjëra të këqija. Asgjë mirë nuk i sjellin vendit, as shoqërisë, duke pas parasysh vdekjet e shumta, sidomos të personave të moshuar. Dunime ndodhen në këto motele. Aty ndodhin drogime, përdoren substanca narkotike, njerëz shkojnë me marrë substanca narkotike, pastaj pas marrjes së substancave narkotike nuk dihet se çka ndodh, në çfarë mase i marrin. Kërë kjo vjen si pasojë mos evidentimet tyre, pra ju ruhet anonimiteti përderisa ata e përdorin të njëjtën hapësirë për gjëra të ilegale.
Pikrisht, po ashtu janë vendet adekuate ku ushtrohet prostitucioni, janë këto motelet, dhe në anën tjetër është imazhi më i keq që mund t'i japim Kosovës, në cilin do qytet që futemi kur shohim këto motele, e dim se çfarë imazhi secili prej neve, se s'po dua me thonë me gojë tem, çfarë imazhi na japin kur i shohim ato motele, për çfarë shërbejnë faktikisht. Dhe normal shteti duhet i ketë nën kontroll, në qoftë se biznesi nuk dëshiron t'i evidentoj, janë organet kompetente të cilat duhet të ndërmarrin masat i ndëshkojnë ato. Ndërkaq sa i përket rastit në fjalë, sipas prokurorisë, në ora 6:30 të mëngjesit, ata janë futur në këto villa, ndërkaq në orën 6:30 mëngjesit, jo në mbrëmjet zakonshme? Jo, në ora 6 të mëngjesit dhe në ora 3 janë gjetur nga menaxheri apo mbikëqyrësi asaj atij ambienti. Patjetër, që ata janë fut me datë 29, ndërsa janë gjetë dje në orat me datë 30 në ora 3. Zonja Femije, ditë sot, ditë ka shumë rëndësi ku lexon edhe çka lexon, se po ka informacione shumë të rrejshme, unë po bazona në prokurorin edhe besoj që ju më besoni kur flas kur i referona prokurorisë. Ardian, ata nëse kanë ardhur para mëngjesit, atëherë mund të na ndihmojnë hetimin, të na ndihmojnë se pe marr me zarf do ta ndihmojnë hetimin, eventualisht nëse kanë qenë dikon në ndonjë lokal apo nëse kanë qenë dikon sepse kohëve të fundit zbulimi i krimit, domethënë është shumë i shpejt pikërisht për arsye. Apo, zonja Femije, mos kanë qenë duke ikur nga dikush, me që në 6:30 mëngjesit që i bie paraprakisht ata kanë qenë diku. Supozoj, Do me thonë, veç këtë orë që ma tregoj Ardioni, për tregon diçka një farë misteri. Edhe tjetra, po m'intereson, sigurisht kjo ju ndihmon policisë, familja, a ka lajmëru diçka, rrethi, a ka lajmëru diçka, ma dje do ta vërtetojnë këto ma vonë, komunikimi i telefoneve, eventualisht ajo vetur ku është dukur, ku është po, nëse ka qenë me advertu do ta ndihmojnë hetimin. Po tash do me thonë këtë moment është problem për të prejudikuar. Ndërsa këto që e tha Ardioni shumë mirë tha, qysh është e mundur të hynë me një motel apo me një villë, personat e pa identifikuar me të njoftime, dhe nëse janë bërë të shkelje, përveç që do të mbyllen këto lokale krejt, duhet të japin edhe përgjithësi. Për arsye se çdo biznes që lejohet, e para duhet të jetë rujtja e jetës së njeriut. Do të paraqet rrezik. Dita. Po. Spari deshta mund të lidh me po mendoj me hetimet të cilat po bëhen, unë mendoj që duhet të fillohet prej piknisjes, do me thonë ku këta tri janë taku, dhe fillimisht kur kanë dalë prej shtëpisë mu intervistu edhe familjarët, e pastaj me përcjell hapat e tëne derisa kanë ardhur në atë motel, vill apo çka do të qoftë. Kjo do t'ju ndihmonte për me pa se si ka rjedh, po besoj që në gjithon janë kamerat edhe kishte qenë shumë më lehtë mu identifiku se prej kanë ardhur dhe kanë ikë prej dikujt, a ka qenë dikush tjetër shoqërues bashku me ta. Mirë po du më ndërlidh edhe këtë pjesën ku këto villa private shpesh po përdoren për aktivitetet fshehura, përfshir këtu edhe prostitucionin e maskuar, e cila është tepër e dukshme në vendin tonë, takime të organizuara të ndryshme, ku po përfshihen ndoshta shumë vajza të reja të cilat na nuk e dim se apo e bëjnë këtë me dëshirë apo në mënyrë të dhunshme. Kriminologjia moderne, po duhet edhe këta me cekë, që një mirë këtë fenomen si prostitucion, edhe prostitucioni sot nuk zhvillohet domosdoshmërisht në vende në rruga apo në lokalet njëra. Kjo po bëhet në këto hapësira private, ku këtu po mungon kontrolli në viktimat, sepse mund t'jenë edhe viktima këto vajza, edhe shpesh nuk i identifikojnë veten si të tillë, sepse janë të detyruara ndoshta me bë këto. Kjo krijon pastaj terren për shantazhime të ndryshme, për punë, për izolim psikologjik, në raste ekstreme edhe në fund mund të shkojë edhe deri në suicid, në humbje të jetës të vajzave. Përveç kësaj mund të jetë edhe vrasje në momentin kur ato refuzojnë ndoshta një gjë të tillë. Për atë është me të vërtetë shumë e rëndësi
të bëhet edukimi seksual, sepse te ne si shoqëri mungon kjo. Po, falë, zonja Makas që kjo kuptohet. Të merremi pak me çështjen, mos merremi me edukimin, sepse mbase mund ta kemi ndonjë emision tjetër ku flasim për të ardhmen dhe edukimin. Shpresoj në mirëkuptim, zotri Gaxheri ishte duke na dhënë diçka shtesë realisht, të cilën pastaj mund ta përdornim me zonjat mysafire. Sipas prokurorisë Pejës, makina ka qenë ndezur që nga momenti kur personat kanë arritur në villë. Dhe për 6 orë, makina ka qëndruar e ndezur. A ka mundësi që të kemë vdekur nga asfiksimi? Do me thonë, janë dy, sipas mendimit tim, që s'kom lidhe me kriminolog, as me prokurori, por sipas mendimit tim janë dy gjëra. Një është personi tret, e dyta është droga. Jo, vetëm një moment. Pra ne dim që plani i arkitekturës së këtyre vendeve është zakonisht me garazh të brendshme. Po faktikisht kjo nuk ka pas garazh të brendshme. Makina jashtë ka qenë dhe ka qenë ndezur gjatë kohës. 6 orë. Ashtu thuhet. Ashtu thuhet. Dhe çfarë, po zonja Femije, po sepse keni çfarë realisht do të thotë kjo për ju? Si një ish policë realisht. Po, deri na mas pari nuk pedim ata dy të rinjet, a janë Kosovara, qëfar janë? Po, Kosovara. Po, janë nga shteti 5. Zonja është më e vjetër se personi. Pra, zonja është 29 vjeçare, ndërsa 23 vjeçare është personi mashkull. Pra ndaj janë edhe dyshimet për prostitucion, edhe mosha. Fiks, edhe Gaxheri ka të drejtë në këtë pikë. Drita? Do me thonë ndryshe A janë qështa persona? Rasy se kemi, a mund të vishpa? Pa tjetër zonja Femije. Për shkak për shembull se e kena një rast që një ukrainase e re, 23 vjeçare. Po, e kemi trajtuar. Një kemi trajtu, për ata më interesojnë shtetësia, po këta që kanë Kosovar, edhe mosha, do me thonë, tash pas ka dalë një tabor tjetër, shumë interesante. Po, djali është familje nga Peja me një mbiemër të njohur në fakt në Pej. Tashmë janë publike. Lajçi e ka mbiemrin djali, Bajrami e ka vajza nga Rahoveci. Kjo rrethon që gruaja është 29 vjeçe, djali 23 vjeç, kjo sjell edhe dëshime më të mëdha plus se mund të jenë përfshirë personat e tretë. A është e konfirmuar mosha e gruas 29 vjeçe, sepse unë e pash që mosha është 25 vjeçe. Mund të jetë përcjell gruaja, eventualisht është përcjell gruaja. Unë e pash, zonja Femije, nga sa pash unë, zonja është, pra ndjera është 25 vjeçe, për gjithë ato nuk dim, sepse tash më skrijojmë edhe konfuzion base me shumë informacione. Jo, në fakt, detajet e fundit, ka të drejtë Jehona, sepse ka pasur disa shkrimet të që kanë shkruajtur për këtë çështje, por detajet e fundit na sjellin një zonjë në moshën 29 vjeçare realisht, sepse ky është një detaj karakteristik. 23 djali. 29 vjeçare dhe një djalosh 23 vjeçar. Edhe enigma më e madhe kroni është pse ata në ora gjys 6 të mëngjesit kanë shku në villë. Po janë konë gjithë natën, po pra. Okej. Dita, ke kërkuar fjallën ndjese, natyrisht edhe për shkak të shumë lidhjeve dinamikës, mbase sikur nuk u dëgjove. Çfarë të thot Dita kjo distanca në moshë? Unë vetëm dishta mund të lidh aty me boni pyetje se a dim sigurt që ata kanë qenë qift, se na jemi të folë për 2 persona, 2-3. Tani Dita, kjo është një çështje të cilës nuk mund t'i japim përgjigje nëse jemi të sigurt se kanë qenë qift, ne mund t'i japim vetëm detajet, karakteristikat personale të personave, por jo edhe lidhjet që kishin njëri me tjetrin. Po, Dita. Po, andaj kjo një rol shumë të madh, po. Sepse nëse janë qift na mund të Zonja Femije, më falë lutëm të dëgjoj Ditën, se më pas të ju dëgjojmë të dyjave një të kohë. Shumë herët është për ta dhënë përgjigje, na kanë qenë qift momental, për shembull kanë mujt atë natë më njoftu, sigurisht ma vonë, do me thonë do të shqeqojnë hyrjet, daljet, kontaktet e tyre. Zonja, tash duhemi mu të regu pak të moderum, sepse në ditën e sotme ka lidhe të ndryshme, ka lidhe pa obligime, vetëm për qefe, për nevoja, ka lidhe të sinqerta, ka lidhe për interesa ekonomike, ka lidhe biznesore që dërgojnë edhe në lidhe në qeft, kështu që duhet jemi të moderuar pavarësisht se në qëfar lidhe kanë qenë ata janë 2 persona që janë gjetur të vdekur, dhe tash ajo ka por se cila informat mund të na dërgojnë në rrugën. Okej, a ma mundësoni regjia të lutëm shkoj tek Dita?
Apo më lejoni mendimin? Arsyeja pse Zonja Femije, do të kthehemi te kjo, kërkojmë ndjes. Do të kthehemi te kjo. Është një sekuencë. Po këtu që vetura, o gjinë për para është një provë shumë e rëndësishme që të t'i ndihmoj prokurorisë për shkak se ata i kanë mundësit, mbos togra, mbos lëvizjeve ka shku pse ka ardhur deri aty. Është mjaft provë me rëndësi. Po. Dita. Po, për mu është me rëndësi për këtë dhe buna këtë pyetje, jo se po më intereson jeta atyre personale, po nëse kemi të bëjmë për person, kemi fjallën për personin e tretë, lind dyshimi që nëse këta persona kanë qenë në lidhje është personi treti i cili ka qenë ose treta ku ka lind xhelozia dhe motivi mund të jetë xhelozi, sepse jemi të folë për një rast fatal. Mirë po, nëse këta persona nuk kanë qenë në raport shoqëror, kishte mujt me qenë dyshimi për abuzim me narkotik, ku është bërë vazhdimi në atë vend, vill, motel, apo shka të qoftë, bazuar në persona të cilët janë abuzues dhe qëndrojnë gjithë natës duke bërë këtë akt, ata mund të ndrojnë lokacione të ndryshme. Dhe me thonë, nga aspekti dhe për me mujt pak a shumë me ndimu ndështa procesin e hetimeve e bëra atë pyetje, se është me rëndësi shumë raportin mes viktimave. Po. E qartë, por doja të kalja tek zonja Femije. Zonja Femije, ajo që më bën interesant është fakti se nuk e di nëse është përvoja juaj, apo ju nxirrni gjithmonë detaje të reja. Dhe çfarë ju flet mos përputhja normale e moshës. Ne nuk mendojmë se nuk është normale që të kesh ndonjë të dashur më të vjetër, por me që rasti është karakteristik, duam të dim edhe opinionin tuaj edhe në këtë pjesë. Jetësorën do që, do me thonë, është ajo shpreha dashuria nuk ka moshë. Mirë po fakti që këta janë gjinë në orët hershme të mëngjesit, edhe një fakt tjetër që nuk e përmeni zoti Nikçi, dhe me thonë familjet fare s'kanë lajmëru se po mungojnë ata, për shkak se në praktik kena kur mungojnë një antar familje dhe nuk mund të kenë qasje, ata i drejtojnë me njëherë policisë, që edhe është në regull, mirë për policia ka një farë hapsire, ku dikun dhe 24 orë pret, mos po ka qasje, mos po ka lajmërim, kështu që edhe në këtë drejtim, dhe me thonë, duhet, jo më shprej me rezervuma, jo lajmëru ata persona, mirë po mu, po më duket këtu, më para mund të përngjojnë ndonjë vrasje misterioze, se sa ndonjë... Pra, dyshimet tuaja janë për ndonjë vrasje misterioze. Për fatin e keq, nështë ta përvoja ime 20 vjeqare, vetëm dëmin penali unë ka bot mendoj vetëm zë, po une e përjashtoj mundësine për shembull të vetvrasjes, se përjashtoj edhe mundësinë e përdorimit narkotikëve për arsye se këtu ka një mister që ka nejtë deri në 6 mëngjes, nuk ka që t'i vazhdoj narkotikët në dhomë, aq ma tepër, do me thonë, fakti që vetura është lanë e ndezën. Edhe kjo që vetura është lanë e ndezën, krijon shqetësimin, mos ka hy dikush, i ka ngulfat, i ka privu nga jeta, edhe nga shpecia i ka këcy muret ato, se nuk i njoh ato objekte nga mrenda qëshjan, për të kriju pikrisht këtë alibi e cila u kriju, që nuk mund për këtë moment t'ja gjej përgjigje askush. Një ka dalë një fotografi në fakt e vilës, se si duket, sa i përket mureve, kështu paka shumë, mund t'a fiksoj regjia besoj për mes kamerës. Zonja Femije, kush kush mund t'a kishte këtë interes, kush mund t'ishte prapa kësaj, po flasë jo të tërimisht me identitet se nuk mund t'a dim, por kështu në konstelacion, dita, kush mund t'i kishte këta në shënjestër? Nëse pra mund të një personi treti për shirë. Feks, apo ka zjerë dinën diçka për të kaluar në këti shifti? Po, vetëm jam e ditë njëtë. Po, mund t'je dikush që ka qenë duke i përcjell, mund t'je dikush që kanë qenë këta më herët janë taku me atë person. Ne nuk e dim se për që ka bëhet fjallë, mirë po vetë kjo diferenca e moshës, mu po më shtenë në dyshem, pra po du më këthy të prostitucioni, se prostitucioni nuk ka të bëj vetëm me gjinin femrore, po mund t'jetë e ndryshme, unë po dyshoj edhe për trafikim, mundet me qenë çdo lloj elementi kriminogjan, ku ne duhet të marim për bazë prap jetesën më herët që kanë pas personat, kontaktet me të cilët i kanë pas. Se linë dyshime që kanë qenë të përcjell nga një person,
ka hy brenda i person ose disa persona, na ende nuk e dim sakt, kështu që këtu luajnë rol kamerat dhe të gjitha lëvizjet që këta dy persona i kanë bërë deri në orën 6, pa hyrë në atë vend. Po. Dhe pastaj të hulumtohet, mirë po prapë unë nuk e anashkaloj edhe përdorimin e substancave, sepse analiza toksikologjike do të na tregojnë për këtë, mirë po fatkeqësisht në vendin tonë vonuan këto lloj analiza dhe Absolutisht po. kisha pas qef me ditë nëse mundet më përshpejtu kjo dhe me pa nëse kanë qenë në ndikja. Nuk po them që ka ardhur deri tek vdekja apo fataliteti prej përdorimit, mirë po kishte qenë mirë mos më na shkalu edhe këtë Absolutisht po, Dita. Jemi fare në fund Gaxheri, përpara se të shkojë një zonja fëmije, a ka të dhëna nëse të dy personat e përfshirë kanë të kaluar penale apo me çfarë merreshin, dihet deri tani? Shumë herët është. Gaxheri? Nuk mundem të flas për të kaluarën e tyre, por do flas diçka për rastin. Në qoftë se është një Por nuk e përjashton? Ka mundësi të kenë të kaluar kriminale, të përfshirë në bizneset të ndryshme, sepse sot po ndodh gjithçka, duke pas parasysh edhe moshën e tyre, por unë besoj në qoftë se dikush ki shku dhe i ka përcjell ata, nuk ka mundësi me mbyt dy persona brenda një dhome pa asnjë shenjë një dhune. Nuk ka shansa, me asnjë formë, pavarësisht çka thonë kriminologët e prokurorët. Nuk ka mundësi. Por ka mundësi një diçka tjetër, që një person i tretë ka qenë me ta kur kanë shku aty. Fiks. Dhe, unë dua t'jap diçka që i përket... Zonja fëmije ta dëgjojmë, Zonja fëmije, pastaj kthehemi. Ka mënyra të ndryshme me ilaçe, si insulina, kaliumi, të cilat japin atak kardiak me një dozë shumë të vogël dhe nuk gjendet as në autopsi se çysh ka ndodhur, sepse ato shpërndahen në trup. Por kjo i mbetet mjekësisë ligjore ta vërtetoj se si ka ndodhur vrasja, megjithatë, sipas mendimit tim, në qoftë se është vrasje, dikush i tretë ka qenë me ta brenda në makinë kur janë futur aty dhe pastaj që kanë ndodhur aty brenda. Por ju vini nga i njëjti qytetar, zotëri Gaxheri, dhe ajo që më intereson është në qoftë se keni pasur rastin të dini ndonjë informacion shtesë i cili nuk po jepet apo i cili nuk është publikuar ende dhe i cili mund të kishte të bënte me rastin realisht. Po faktikisht kroni tashmë janë dy persona të vdekur dhe ne duhet kemi kujdes për familjet e tyre, miqtë e tyre, sepse ata tashmë janë të vdekur dhe asgjë më tragjike se vdekja në këtë jetë nuk ka. Gjithçka ka ilaç, veç vdekja jo. Dhe ne duhet jemi të kujdesshëm me informacionet se kë prekim dhe çka flasim. Prandaj nuk mund të flas në lidhje me këta dy persona personalisht, pasi që nuk kam konkretisht diçka që ata mund të kenë qenë të përfshirë në ndonjë rast kriminal apo të narkotikëve apo ku ta diun të prostitucionit dhe nuk dua t'i lëndoj njerëzit me fjalët e mia, prandaj i shpreh ngushëllime familjeve të të dyve dhe besoj në shtetin e Kosovës, besoj që prokuroria do i sjell në qoftë se ka person të tretë, do i sjell para drejtësisë dhe pavarësisht se si ka ndodhur, besoj që prokuroria do del me një raport dhe do na tregoj të vërtetën. Mirë, zonja Fëmije, një koment për mbylljes. Prokuroria me të drejtë, derisa nuk ke person të arrestuar, do t'i mandë sekret të plot, do me thonë, informatat me të drejtë, edhe nuk mund të preedukojmë çfarë, vetëm po e plotësoj atë kur thejmë personi tretë. Nëse eventualisht kemë të bëjmë me vrasje, nuk mundet një person t'i privoj dy persona. Atër ka më shumë. Pa shenja është diçka jo normale, sepse së paku një grith do e kishte dikush... Mirë të Ardiani, na po diskutojmë nga brenga, do me thonë, se na ka të rëdit gjithve, të mos keq kuptojmë se verdiktin do t'a jap, rezultatin do t'a japin hetimet, prokuroria e më vonë nësë është një personat e tretë, sigurisht gjykata. Kështu që edhe njerë ju shprejmë ngushtrime familjev, edhe njëkohësisht këto raste t'ju shërbejnë të gjitha familjeve, çdo shtëpije në Kosovë, që në moment kur shmangët ndonjë antar i familjes së tyre, çfarë do moshe që të ketë, kur nuk ka qasin telefon, s'paku brenda 6 orëve me njerë e kemë policinë efikase, ka i mruan nga se për ndodhin shumë rastet e tilla. Zonja Fëmije, zonja Dita, kënaqësi t'ju kishim në program sot, ndonë se ju për arsyen, urojmë shumë që të keni një vit pikë së pari më shëndet, e më pas dhe me suksese në punët tuaja.
Faleminderit Jeona, urojmë vitin 2026 tjera në studio të ju për momentet mira, për zbulimet rasteve enigmatike, për shkak se familjet kanë dhimbje të dyfisht për gjithë kohën kur nuk ju zbulohet sekreti se si kanë humbë të dashurit e tyre. Dita, Dëshiroj një vit të mbar, e juve Kronit, Ardianit, vetë emisionit Kosova Today, që vazhdimisht keni ecë në hap me kohën, në hap me ngjarjen, edhe pse s'ka qenë shumë e lehtë edhe për juve, kështu që veç ju përgëzoj për punën me të tjeshme, uroj të keni shëndet. Faleminderit shumë zëna fëmijë, këtë emision e keni bërë kështu siç është për shkak të bashkëpunimit me ju dhe më vjen mirë që tani më kemi këtë bashkëpunim kaq të fortë dhe po shërben si shembull edhe për të tjera emisione. Faleminderit shumë edhe Ditës që ishte këtu. Kënaqësi Dita, uroj të shihemi sa më shpesh, natyrisht për të zgjuar rastet. Të mbar gjithëve, faleminderit. Faleminderit shumë. Zotri Gazherri, duke qenë se je edhe miku im jashtë kamerave dhe në prapaskenë, unë të falenderoj shumë për kontributin që ke dhënë në emisionin Kosova Today në vitin 2025. Besoj se do të jetë një kontribut jashtëzakonisht i rëndësishëm për emisionin tonë edhe performanca jote në vitin 2026. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen e sotme. E për fund dua ta lexoj një telegram ngushëllimi për familjen Lajqi. Me dhimbje të thellë mora lajmin për ndarjen nga jeta të Angjelit të vogël Endrit Lajqi, djalë të shokut tim të dashur Nusret Lajqi. Të ëmbësh një fëmijë në moshë kaq të re, është dhimbje që fjalët nuk e përshkruajnë dot. Endriti erdhi si dritë dhe u kthye si dritë. Zoti deshi më afër vetës. Ngushëllimet më të sinqerta për familjen Laqi. Zoti ju dhënë forcë, durim dhe qetësi për të përballuar këtë dhimbje të paimagjinueshme. Kujtimi i Endritit do të jetoj për jetë në zemrat tona. Pushofsh në paqe, Engjëll i vogël. Ky është një dedikim për Endritin, ndërsa edhe për zonin Bajrami, ngushëllimi familjes dhe shpirti i saj u pres në paqe. Natyrisht ngushëllime dhe në anën tonë, vetëm sa ta korrigjojmë mbiemrin e gruas së përfshirë, nuk është Bajrami, është një mbiemër tjetër, Kroni mund ta gjesh derisa natyrisht sepse kishim pak ndoshta e kum dyshime atë themi mbiemrat apo jo, por megjithatë tashmë të njëjtit janë në gjitha mediat. Pa dyshim. Dhe fakti që si përmendim këtu nuk është se mund të kursejmë shumë. Gazherit faleminderit edhe një herë që ishe këtu për mbi të gjitha, për guximin që ke treguar jo vetëm në këtë rast, por në raste tjera. Pra, mbiemri i zonjës është Bytyqi. Bytyqi. Po, ke plotësisht drejt, e pas kam gatruar, më vjen keq për ngatresën. Faleminderit juve për gjithë këtë vit me plot sfida, po nuk vrej të diçka ton, që unë sot i kom hek syzat. I kom hek se kom pa shumë gjana të shëmtuta për gjatë këtij viti 2025 dhe po shpresoj që Zoti na bekoj gjithë neve që jetojmë në Kosovë vetëm me gjëra të mira dhe mos të kemi nevojë me pa gjëra të këqija, por vetëm të mira. Vazhdo të mbetesh gazetari më racional dhe analisti më racional që kemi këtu në Kosova Today. Faleminderit shumë që ishe me ne. Me që është koha të shkëputemi nga ky blog, do të rikthehemi me diçka tjetër në vazhdim, por fillimisht